disa fjalë ju them, edhe nuk do të zgjas shumë për shkak që kjo është hutbja e tretë besoni sot. Por e ndesi obligim me ju thonë se këto ditë të madhnueshme, pra dita e parë sot e Bajramit, janë ditë që lypet sa më shumë me këndu tekbira, sa më shumë me bo zikër, sa më shumë ju lut Allahu xhaleshanu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot në hadith që transmeton Taberani, thot zayyinu a'yadakum bit takbir. Zbukuroni bajramat e juve me tekbire. Pra mos harroni në shtëpiat e veta, me familje, çdo ditë spaku 3 herë në ditë, mëngjes, drekën, mbrëmje, pa namaz, po tekbir krejt familja që me në shtëpi që bjen tekbir, në shtëpi që lexohet zikër, që falet, këto ditë ulen me lashjet e vizitojnë ato shtëpia. Është punë e madhe me ardhë me lashjet në shtëpia tona. Pra mos pritoni, nuk paguhet kur zgjon. Po mas namazit gjithsesi, po për shef me krejt familje, hajtë bjem tekbir Allahu xhaleshanu xhelalu. Këtë muslimat e botës janë të lidhur me këta tekbire. Është punë e madhe. Bela dikuj Zoti ha kam ja bë duat kapull, ka menal ky zullum çka bëhet në vllaznit ton. Palestinën, Ukrainën, Kataran, ndjesit kanë dalë mendshim me thonë, duan veç me uzurpuar botën, po mos harroni se s'kan me mujë. Ka pas faraona edhe përpara, ka ra poshtë edhe këta ka me ra poshtë me dim Zoti. Sa do gjatë që shkoj te dini se kur kush nuk muret me zullum me shkel dikon. Pse më i madh, pse më i fort. Ja thën Zoti shafan e inshallah edhe këtu ne va them ashtu si janë ka bojnë. Vllazën këto netet edhe ditët janë të mandueshme, po saqërisht netë e Bajramit janë netë shumë të rëndësishme. Duhet me i kalua në zikër, duhet me i kalua në dua, në lutje. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë kështu: "Men kama lejlatil Eid muhtasiban lillah lam yamut qalbuhu yawma tamutu qulub." Pra thotë pejgamberi, ai i cili i kalon netë e Bajramit në lutje, ai të pres shpërblimin prej Zotit dhe zemra e tij nuk do të vdes atë ditë kur do të desin zemrat prej friket me dalë për Allahut. Pra, shumë me rëndësi do me thonë është netet dhe ditët e Bajramit me i kalu në lutje, në zikër, në ndikim të Kuranit, lezim të Kuranit, në vizita, do me thonë me i kalu ashtu si Allahu xhaleshanu xhelalu të jetë i kënaqur me neve. Vllazën, gjithashtu është me rëndësi pra, se ta dim se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë që njeriu i ka 5 bajrame. Çdo ditë e ka bajram, thotë që i ka lënë pa gabu diçka. Për to ka bën hajër e jo do të thonë nuk on minus po plus te Zoti me punë të mira. Pra çdo ditë që ka bën diçka hajër e ka bajram. E dyta thotë bajram e ka atë ditë kur ndron jetë me iman. Kur fjalët e fundit njeriu janë la ilaha illallah muhammedur rasulullah. Ai ka bajram. Pra kom një edhe para disa ditë më tha njëri fjalët e fundit për një person ka qenë shahadeti. Ai ka bajram, sa ai do të thonë me iman ka shkuar në botën më të mirë. Inshallah Zoti na jep gjithë atë mundësi që para momentit fundit me ra shahadet. Masane e treta thot kur të kaloj urën e siratit, e kalon lehtë pa vështirësinë, e ka bajram atë ditë. Dhe katërt thot pejgamberi, atë ditë kur të hyn në xhenet e ka bajram. Se është punë e madhe. Dhe në fund bajram e ka atë ditë kur në xhenet të shoh Allahu xhaleshanu wa xhelaluhu. Vllazën, këto janë gjëra të cilat deshta t'ju them edhe një rast e thash në lidhje me bajram, njëri ka e leju me mu gëzu pak, por ne është situata që skuqzojmë me tepruar me gëzime. Se situata shumë e vështira, shumë e keqe domethënë. Diku vritën, diku vuajnë. Ne me bë, por me kanë një familje njësoj si gëzim nuk është e ndaluar se një rastut Hazreti Aisha ka ardhur pejgamberi ka ardhur Ebu Bekri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe i ka pa do vajza ka këndojnë njësoj kasidet lidhe me një luftë që ka qenë atje dhe kanë fituar vllazin ton. Atëherë thot ka thonë, çka janë këto këngat e shejtanit? Ka thënë Ebu Bekri. Muhamedi alayhis salam thot i ka thonë, o Ebu Bekri, çdo popull i ka festat e veta. Ne kem bajram sot. I ka thënë, pra guxohet pak mu ashtu, por situatat e na është ashtu që s'bën me tepruar njeriu. S'bën me tepruar, mundet me lëshë do një lahi, do një kaside, diçka, por për shkak situate të cilat janë shumë e vështirë dhe shumë e dobët, pra nuk guxon me tepruar. Vllazën, e lusë Allahu xhaleshanu xhelalu na ndihmoj që këto ditë i kalojmë ashtu që Allahu të jetë i kënaqur me neve.
ti kalojmë pra me të mira, ti shtojmë inshallah të mirat tona se vapet dhe inshallah e shfrytëzojmë rastin me tëube, me zikër, Allahu na i fal gabimet tona. Lasht Allahu që ne dhe krejt ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ti kaloj, ti përballoj këto vështirësina dhe dalin faqe bardhë dhe fitues inshallah në fund. Allahu na ndihmoft inshallah të gjithëve.